Një 52 vjeçar është vënë në pranga nga policia e shtetit në kuadër të operacionit policor të koduar Kargo, një pjesë e goditjes së veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve. I arrestuari është Afrim Meqa, banues në Krujë, i cili u kap në flagrancë në fshatin Luz të Fushkrujës, teksa transportonte një sasi të konsiderueshme lëndë narkotike me automjet. Gjatë kontrollit të ushtruar nga uniformat blu, në mjetin që drejtohej nga 52 vjeçari u gjetën 6 as me lëndë të dyshuar narkotike të llojit kanabis sativa me një peshë totale prej 60 kg. Sipas të dhënave paraprake të hetimit, droga kishte për qëllim të shitej në dozat e vogla në qytetin e Krujës dhe në Tiranë, duke përfituar shumë të konsiderueshme parash nga shpërndarja e saj. Burimet zyrtare bëjnë me dije se vlera e lëndës narkotike të sekuestruar kap shifrën rreth 60.000 euro. Kanabisi u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, ndërsa po ashtu u bllokuan edhe automjeti që përdorej për transportin e drogës si dhe një telefon celular, i cili pritet të shërbejë hetimeve për zbardhjen e plotë të kësaj veprimtarie kriminale. Operacioni Kargo u finalizua nga seksioni për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me seksionin e forcës së posaçme operacionale, pas informacioneve të siguruara në rrugë operative për një rast të shpërndarjes së lëndëve narkotike. Fal veprimeve të shpejta dhe të koordinuara, u bë i mundur arrestimi në flagrancë i autorit të sekuestrimi i sasisë së drogës. 52 vjeçari Afrim Meqa akuzohet për veprën penale prodhimi dhe shitja e narkotikëve, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore. Ndërkohë, policia po vijon hetimet për dokumentimin e plotë të kësaj çështje dhe për identifikimin e shtetësve të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm.